Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Siç duket, gjërat mes Marios dhe Eglit kanë pak hatërmbetje dhe Mario po mundohet t'ia kthe një çik si me shpull Eglit. Ditën e djeshme në Instagram dhe në TikTok është publikuar një video ku Mario po bënte shaka me Francesca Muratin. Francesca Murati tashmë po ndjekën këshillat trupore tek Mario dhe Francesca po bënte një shaka. Francesca i afrohet Marios e godet me shpull dhe Mario po rëzohet, do me thëmë po e kthen të njëjtën skenë siç bëri gjesti. Tani nuk e di se çfarë dëshiron të thot Mario me këtë pikën, ose dëshiron të bëhet viral, ose ka patur diçka me Eglin dhe vazhdojnë të nxjerrin ato sekretet edhe pse nuk e besoj, por unë mendoj që Mario u ofendua që në momentin kur Egli në post Big Brother tha është një trajner, si ta themi. Dhe aty Mario e mori çik si me ofendim këtë pjesën, por mënyra si Mario u rrëzua në tokë nga shëpulla e Franceskës ishte një imitim i madh i gjestit. Tani ose e bëjnë këtë gjën për t'u bërë viral dhe për të përfituar i çik nga fama e gjestit për të marrë famë dhe ato, ose është një akmarrje kundërdrejt Eglit. Një video që po qarkullon në rrjetet sociale ka tërhequr shumë vëmendje së fundmi, pasi duket të jetë një provokim i qëllimshëm. Mario Oldashi, ish partneri i Eglitakos, është parë në një video së bashku me Francesca Muratin, një prej ish-banorëve të edicionit të kaluar të një reality show. Në pamje, Francesca e godet me shuplak Mario, ndërsa ky i fundit bie në tokë në mënyrë dramatike. Kjo skenë u konsideruan nga ndjekësit si një parodi apo rikrijimi i momentit të famshëm kur Josefini i dha një shuplak gjestit në gjysmën finale të Big Brother VIP Albania 4. Për më tepër, kjo është interpretuar si një thumbi drejt për drejt ndaj fituesit të atij sezonit nga ana e Marios. Kjo situatë ka ngjallur reagime të shumta online, ku shumë ndjekës kanë kritikuar Marion dhe Franceskën për atë që ata e konsiderojnë një përpjekje për të sforcuar për të tërhequr vëmendjen. Unë mendoj që gjitha kjo ishte një përpjekje, ndoshta edhe për të ulur pak Eglin. Nuk e di pse Mario do ta ketë me kaq inat punën e Eglit, sepse ato treguan që ka një shoqëri dhe që vazhdon një shoqëri, por siç duket mlefi dhe inati qëndron mes tyre.